Mirë, kthehemi live, flasim sërish për këtë ngjarje, e cila nuk ndodhi, sigurisht nuk ndodhi edhe fal themi përballjes që bëri policia me to, por Faik, me ty fillimisht, qëndrim i butë nga policia, nga Renea, ndoshta përpjekje për t'i marrë këta persona, për t'i shtrydhur, për t'i marrë më shumë informacion, pasi siç e diskutuam dhe vetë dorëzimi tyre shtron pikpyetje. Patjetër, shikoj, janë gjitha bashkë. Unë vazhdoj të qëndroj mendimi që ky grup nuk është nga ato grupet e sofistikuara, nuk është nga ato grupet që ka lidhje të forta, i cili mund të krijoj shqetësime të jashtëzakonshme. Pavarësisht që mendoj që edhe këtë që duhet hetohet deri në çdo qelizë të saj, duhet hetohet çdo person i cili qoftë i ka thënë dhe mirëmëngjes këtyre në atë fshat, për të pastruar dhe sterilizuar të gjithë vendin. Sjellja e repartit të Reneas, që është një repart elit, Shqipëria ka patur fatin që ky repart ka qenë në vite më të vështira, u investua tek ky repart. Është investuar, ka zgjidhur situata të vështira. Nuk du të them është zbutur shumë, por ndoshta është nga ana profesionale është rritur shumë sa nuk po ka më dëme në njerëz kur ndërhyn, pavarësisht që ky repart është për të eliminuar element të armatosur, të rrezikshëm. Duhet kishin shkuar deri në këtë pikë të rast? Nuk kanë paraqitur asnjë lloj fakti dhe kërcënimi, sepse jam i bindur që do shkonim deri në këtë pikë nëse do kishte qoftë një kërcënim sa do të vogël për strukturat. Ndërhyrja, që t'i themi dhe ato që i mendojmë që janë kritika, ndërhyrja pa element shtesë mbrojtës në godinë, ku mund mendoj që mund ishte edhe e minuar godina, pa bërë një rikondicion të plot, nuk më pëlqeu, për hir të vërtetës. Kështu që ka patur një sjellje profesionale policia. Por askush nuk duhet mendoj që ky lloj reparti në situata të tjera mund të jetë kaq i qetë dhe mund të jetë kaq miqësor. Pavarësisht se ka grupe negociatore, ka në misionin e saj dhe punën e saj të detyrueshme të kryejë negociata, por nuk është reparti i cili merret me negociatat mirëfillta. Në fakt ka disa vite që eliminimi preferohet të shmanget disi. Pra ishte dikur quhej reparti eliminimit, neutralizimit elementeve të armatosur, ndërsa tashmë fjala eliminim disi është hequr. Quhet reparti neutralizimit elementeve të armatosur. Kjo pas antarësimit në NATO ka qenë një lloj zbutje dhe fakti që policia dhe Renea nuk ka ndërhyrë për të qelluar drejt për drejt, pasi forma e fundit, veprimi i fundit është momenti që ti je rrezikuar drejt për drejt nga ata dhe ata të eliminojnë. Në këtë rast nuk ka qenë i tillë, duke qenë se ata s'kanë qelluar drejt për drejt policisë dhe prandaj edhe është shmangur, sepse është gjëja më e thjeshtë të veprosh sepse ke të detyrim, por nga ana tjetër është edhe fakti që edhe ligji është ndryshuar, ligji për përdorimin e armëve zjarri është ndryshuar. Ka pasur madje edhe disa gjyqe që janë përballur vetë oficerët e Reneas në raste vrasjesh kur ka pasur raste të tilla që ka pas familjarë që kanë ligji për përdorimin e armëve zjarri duhet ndryshuar urgjentisht. Policini ka lidh durët, policisi thotë do të vritë, do të gjujë një herë ty, pastaj do të kundërpërgjigjesh. Pastaj duhet për më tepër, ai ligj për mua, ata njerëz i shërbejnë policisë dhe prokurorisë më shumë të gjallë sa të për raste të tilla. A kemi ne një legjislacion antiterror? Që në raste të tilla, për shembull, nuk po them Patriot Act, siç e bëri Amerika pas 2001, pasi ajo mësolli shkelje drejta ose potencialisht shkelje drejtave të njeriut. Me përgjimet masive Po ka Shqipëria një legjislacion specifik për raste? Jo, përgjithsisht ligji për përdorimin e armëve të zjarrit është i njëjtë. Gjithsesi un jam për trajtimin e tyre më pas. Un jam më tolerant se Faiku në aspekt përdorimi i armëve duhet të jetë mundësia e fundit ku s'ka patjetër e fundit, në rast e fundit. Gjithsesi reagimi i djeshëm ishte shumë profesional, pa diskutim. Pastaj përpara përdorimit të armëve janë disa mekanizma të tjerë. Ka bomba verbuse, ka bomba zhurmuese, ka bomba tymuse, me gaz locil që t'i bëjnë ata të dalin nga ambientet, sidomos ka një efekt shumë të mirë në ambientet e mbyllura. Kështu që para se të arrijmë, nëse ata do ishin një zjarr të prershëm, madje dhe vajtja e Reneas ka shkaktuar një efekt psikologjik mbi ta. Sepse është gjithmonë ajo, aty e kanë parë rrezikun që tani skemi e kanë parë. Ata kanë kërkuar që të shpëtohet jeta sigurisht. Megjithatë unë një pyetje kam të fundit e ta mbyllim. Jemi në një moment
temi delikat tonin. Pozitiv, po delikat. Delikat. Për faktin se ne historikisht kemi qenë temi të pa privilegjuar për shkak se kemi pasur dhe shumë, nuk po që rivalitet, po kemi pasur shumë armiq. Armiq, patjetër. Dhe temi janë ca lloj interesash, cilat temi transformohen, po në thelb qëndrojnë njëjta. Ndoshta nuk është armiqësi, po mbetet quhet rivalitet. Rivalitet geopolitik. Po e quajmë për efekt fjale rivalitet. Në raste të tilla, dhe më kujtohet ngjarja e Kërtezit, për te papërgjegjshmërisë, do thoja unë, të një pjese të mendojën politike të Ministrisë së Mbrojtjes atëherë, dhe sigurisht përgjegjësive penale të elementeve të ushtrisë, pa folur pastaj edhe sigurisht për korrupsionin brenda, se procesi ndërkohë vazhdon akoma. Por si e shikoj unë, kur kam dëgjuar zotin Mediu që thotë që mund të ketë patur dhe elemente të cëndimit të sigurisë kombëtare, sot jam i prirur t'i besoj. Duke bërë lidhjen. Duke bërë lidhjen, dhe sigurisht fakti që ajo ngjarje ndodhi 3 javë para marrjes së ftesën samitin e Bukureshtit në prill 2008, sigurisht ne gazetarë ne ecim me timeline, pra ne ecim me vendosjen e gjërave në kohë. Dhe si gazetar rasti nuk e pranojmë dot, po të pranojmë rastin se jemi gazetar. Pra sa potencialisht jemi ne të zbuluar ndaj rreziqeve të tilla në një moment ku këtu mbahen pothuajse çdo 2 javë samite ndërkombëtare, kur ne kemi tashmë do kemi samitin e NATO-s vitin 2027, ku do të vi presidenti Trump. Pra le të themi sa të rrezikuar jemi ne në këtë moment që po shumë i mirë për ne, po potencialisht mund na nxjerrë zbuluar dhe raste si ky Orosh. Patjetër, shiko, samitet të këtij niveli normalisht do bëjnë xheloze dhe shumë fqinj. Patjetër. Dhe për mua shërbimet inteligjente, qoftë dhe policia, qoftë shërbimet sigurisë, duhet ta ngrënë nivelin shumë të gatishmërisë në parametra maksimal, pasi këtu bëhet fjalë për të ardhmen e vendit, se samitet të tilla tregojnë një besim në fund të fundit te vendi jon, i cili jo shumë kohë më parë nuk ka qenë marrë fare në konsiderat, jo më të merrje parasysh të organizoheshin samitet të këtij niveli, kështu që ne samiti NATO është kulmi, por s'duhet të arrijmë në vetkënaqësi duke ulur ato siguresat që kanë të bëjnë sidomos me sigurinë. Fajk. Edhe ne të sigurisë nuk ja lëm rastësisë çështjet e sigurisë, por punohet fort, punohet natë ditë, strukturat janë edhe kur thon uji flë, por siguria nuk flë, dhe kështu funksionon, kështu punohet, dhe rasti i cili ne e trajtuam nuk besoj se është shqetësues për çështjen e sigurisë së vendit, dhe nuk është fenomeni i cili mund të prodhoj pasiguri, besoj që çdo gjë është nën kontroll në këtë drejtim edhe në lidhje me aktivitetet të tilla. Shqipëria ka avancuar jashtëzakonisht shumë, ka partnerë mjaft serioz dhe mjaft që i kanë ardhur në ndihmë me gjitha elementet e nevojshëm për të gjitha llojet e luftrave dhe për të përballur me çdo lloj rreziku, kështu që mendoj që çdo lloj aktiviteti dhe çdo lloj edhe qoftë edhe ai NATO që do zhvillohet, ka kushtet dhe mundësitë për qenë i qetë. A ka vende armiqësore që mund të tentojnë të kryejnë aktivitete apo të prishin imazhin apo të prishin edhe rrjedhshmërinë e prodhimit të sigurisë në vend? Patjetër që ka, dhe unë e shoh këtë më të rrezikshëm se sa këto grupe të cilat mund të jenë lidhur me thjesht dhe unë në këtë sens e kam që dikush mund t'i përdorë, zakonisht kur i përdor kundër interesave tonë, nuk ka rëndësi nëse ata janë TIS-is, ata Al-Qaedës apo kujdion forca të tjera ekstremiste, si ka që ata i përdoren për të arritur qëllimet e tyre. Dhe kjo ishte prandaj ngritë pyetje. Faik Basha, faleminderit. Jesh Nikola Knesi, faleminderit Trashëgim, faleminderit Leva. Ky ishte risori për sonte. Shihemi nesër në orën 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natë. Kjo është këmbana lani për mua dhe për vetë shërbimet e sigurisë, nëse këto kanë qenë subjekti i këtyre shërbimeve dhe kanë arritur të mos i kenë nën kontroll. Nuk ka qenë oficer, se ka të bëjë shumë. Sepse nëse do kishim një oficer të strukturave, qoftë ushtarake apo të policisë, do ishte një problem shumë serioz. Ka qenë një ushtarak fillestar. Nga sa kam unë informacion, nuk është qelluar nga forcat speciale RN, mund të jetë ndonjë vetë plagosje brenda ambientit në tentativë. Të dyshojnë për vetë plagosje. Edhe ky ka qenë person që përmbahej në vëzhgim nga antiterrori, por siç duket vëzhgimi pas ka rezultuar i pasuksesshëm, pra shko se ata kishin ngritur një bazë
vetë ekzistenca një realiteti tillë flet shumë keq për neve në precedentin që ofron si ngjarje dhe në imazhin që krijohet, sepse prania e elementeve të tillë është një element negativ. Personat që janë super të radikalizuar dhe janë të vendosur, ata nuk dorëzohen. Edhe gjithmonë kur janë kapur në befasi dhe nga operacione sekrete. Jo ti mbash të rrethuar 12 orë dhe për 12 orë ato dorëzuan se u marroi buka.